Ish nënkryetari i listës serbe Milan Radojčić, i cili mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur në banjë të Zvečanit në shtator të vitit 2023, është tërhequr nga të gjitha kompanitë që kishte udhëhequr deri më tani, duke ja transferuar ato Zvonko Veselinovićit dhe vëllait të tij Zarko. Sipas gazetës serbe Danas, përveç kësaj është mbyllur zyrtarisht edhe restoranti Grej në Mitrovicën e Veriut, i cili drejtohej nga bashkëshortja e tij, Ema Radojčić. Me gjithë zhvillimet e fundit, Radojčić vazhdon të jetë i lirë në Serbi, edhe pse ndaj tij po zhvillohen procedura penale në Kosovë për rastin e sulmit në Banjsk, ku mbeti i vrarë policia Frim Bunjaku dhe u vran 3 pjesëtarë të grupit të tij të armatosur, por ai nuk është ekstraduar ende. Autoritetet serbe pretendojnë se Radojčić ka dokumentet e udhëtimit të konfiskuara dhe i është ndaluar hyrja në Kosovë, ndërkohë autoritetet kosovare kanë sekuestruar pasurinë e tij, e cila vlerësohet në rreth 3.4 milionë euro. Sipas Agjencisë Kosovare për Menaxhimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, vetëm vila e tij pranë liçenit të Gazivodës ka vlerën e afërsisht 2 milionë euro. Në anën tjetër, bashkëshortja e Radojčićit, Ema, është paraqitur si investitore e një vile luksoze në lagjen elitare Dedinje në Beograd, projekti së cilës thuhet se do të kushtoj rreth 2.65 milionë euro. Fillimisht ajo pron figuroi si pasuri e përbashkët me Radojčić, por më vonë u transferua vetëm në emër të saj. Në listën e përfituesve të bizneseve të Radojčićit janë përfshirë edhe persona të lidhur me rrethin e ngushtë të pushtetit në Serbi, përfshirë Zvonko Gobelićin dhe Nikola Petrović, kumbari i presidentit serb Aleksandar Vučić. Ndërkohë, për Radojčić është lëshuar edhe një flet arrestim ndërkombëtar nga Interpoli me kërkesë të Kosovës përmes UNMIK-ut. Megjithatë, autoritetet serbe kanë deklaruar se ekstradimi i tij në Kosovë është i pamundur, pasi procedura do të zhvillohen nga gjykatat serbe. Ekspertët e sigurisë në Serbi kanë vlerësuar se një ekstradim është vështirë i realizueshëm për shkak të mosnjohjes së shtetësisë së Kosovës nga ana e Serbisë. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Zveçka, ka bërë të ditur se përveç Radojčićit, mbi 80 persona të dyshuar për sulmin në Banjsk janë futur në sistemin e Interpolit me flet arrestime ndërkombëtare. Rasti i Banjskës mbeten ndër më të rëndët në vitet e fundit në Kosovë, me kërkesa të vazhdueshme nga komuniteti ndërkombëtar për zbardhjen e plotë ngjarjes dhe vënien e fajtorëve para drejtësisë.